Organizata Trump zbuloi ditën e hënë një plan për telefona celular dhe një smartphone me çmim $499 që do të lançohet në shtator. Shërbimi i ri Trump Mobile do të ofrojë një plan prej $47.45 në muaj, që përfshin biseda, mesazhe dhe të dhëna të pakufizuara, si dhe asistencë rrugore dhe një përfitim teleshëndeti dhe farmacie. Sipas faqes së tij të internetit, kompania në pronësi të presidentit amerikan Donald Trump njoftoi gjithashtu se do të shes një telefon inteligjent T1, i cili duket se ka një mbulesë metalike me ngjyrë ari të gdhendur me një flamur amerikan. Ky projekt i ri i perandorisë së bizneseve të presidentit amerikan do të drejtohet nga dy djemtë e tij, Donald Trump Jr. dhe Eric Trump. Gjatë prezantimit të celularit dhe shërbimit të telefonisë në Trump Tower, Donald Trump Jr. u shpreh se ky celular dhe linja telefonike e krijuar prej tyre do të ofrojë një paketë të plot shërbimesh, duke përfshirë asistencë rrugore për automjetet dhe mesazhe të pakufizuara në 100 vende të botës. Trump Mobile pretendon se ofron mbulim të krahasueshëm me Verizon, AT&T dhe T-Mobile, tre operatorët më të mëdhenj në SBA. Megjithatë, kjo lëvizje e familjes Trump ka ngritur shqetësime për konflikt interesi, pasi kompania po hyn në një industri të rregulluar nga agjencitë federale që ndodhen nën kontrollin e presidentit. Kjo konsiderohet një situatë e ndërlikuar për kryetarin e Komisionit Federal të Komunikimeve, i cili tashmë duhet të mbikëqyrë një rrjet që mban emrin e vet presidentit.